إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل أفلندريم prej ti falje dhe ndim kërkojmë, salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli e as nga evladi. Falenderojmë Allahun azza wa jall që na ka bërë musliman, pjesëtar të këtij dini, të kësaj feje e cila din që çdo kujt t'ia jep hakun dhe të drejtën e vet, feje e cila çdo send është munduar me sistematizuar në formë të mirëfillt e të drejtë, që çdo kush të jetë i kënaqur dhe ta merr të drejtën e vet, pa mos ja nëpërkom të drejtën morale, shoqërore, etike asnjërit nga shtresat e shoqërisë. Dështëm apo s'dështëm në çdo shoqëri ka punëdhënës dhe punëmarrës, ai i cili është pronar dhe ai i cili është punëtor, ai i cili jep punën dhe ai i cili merr punën. Por ajo që duhet me përmend në këtë rast është rëndësia e punës, që muslimanët duhet ta kuptojnë se puna është njëra nga gjërat obligative që besimtar duhet ta kenë parasysh, që të mundohen me mishe me shpirt që çdo dinar ta fitojnë me mundin e vet dhe asnjëherë të mos ja lejojnë vetvetes që ta zgasin dorën. Pa marrë parasysh rrethonave, pa marrë parasysh situatës ekonomike, besimtarët e kanë për obligim, aq sa kanë mundësi dhe me mundësitë që i kanë dispozicion, mundohen që dinarin ta fitojnë me djers. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush e zgjat dorën pa pas nevojë, kush e zgjat dorën pa pas nevojë, thon ditën e gjykimit ringjallët e në fytyrën e tij s'ka mbet asnjë cop mishi. Shoku se ka humb fytyrën, ka humb nderin momentin kur e ka zgjat dorën. Na sot ballafaqojmë me një realitet, sidomos të trit, të cilët nuk jetojnë në botën reale, por jetojnë në një botë virtuale, që mundohen jetën e këtij sistemi me krahasim me sistemet evropiane, dhe është në gjendje që t'ia zgjat dorën çdo kujt, ama nuk është në gjendje që me dalë me punu për 200 euro se i dukën pak zotnis. Ama 10 dinar, 100 dinar, 1000 dinar nuk është marrë mi lip tek ai. Kjo nuk i takon një besimtarit, kjo nuk i takon një muslimanit, e kjo as pak nuk i takon një të riut që hënës ka fillu jetën e vet, që ai kështu të bëhet tërbije, kështu të edukohet, që të mos jetë i zoti i vetës që me nxjerr dinarin e vet. Rrezku s'ka dyshim se është prej Allahut azza wa jall, por Allahu na e kalon për obligim që na me kërku e ai atë që e ka caktuar neve me na e dhon. Përmendmi këtu një rregull tjetër, i cili është rregull komunist, rregull që s'ka të bëjë me Islamin as pak, që her pas here njerëzit mendojnë se puna është më e madhe se namazi. Themi ky rregull është rregull komunist, nuk është rregull islam. Dhe ky mendim nuk rrjedh as nga hoxhallarët e as nga dini, por rrjedh nga komunistat të cilët janë mundu që këtë shtresë dhe këtë kategori të njerëzimit muslimant me i largu nga namazi me arsyetimin e punës. Asnjëherë namazi nuk arsyetohet me punë, dhe se namazi është shtyllë, stup bosht i këtij dini, që nëse mungon kjo nuk ka fe, nuk ka din. Pa punë ka fe, ka din, ka fukarallëk, ama nuk ka ndoshta pasuri. Por di pa namaz nuk ka din, nuk ka fe. Këtë ta kemi të qartë, sepse asnjëherë dhe kur nuk ndodhe kjo, që puna të jetë më e madhe se namazi, që puna të jetë mbi namazin, asnjëherë. Dhe ajo fetva duhet njëre për gjithmonë të harrohet, ai mendimi ligë i ul duhet të fshihet nga truni jon, sepse puna kur, çka do të është ajo punë, nuk vjen përballë dhe karshi namazit, as që krahasohet. Namazi është shtyllë e dinit, është shtyllë e kësaj feje, pa të cilën shtyllë nuk ka fe, nuk ka din. Kurse pa punë, ka mundësi njeri me mbjetu, ka mundësi me qenë musliman, ka mundësi me qenë fukara, ama nuk del prej xhenetit, nuk i hin xhenem. Tjetra që përmendim këtu në këtë rast
është se puna ka qenë rregull i gjithë pejgamberëve. Ka punu Musa a.s. i cili ka qenë shërbetor dhe çoban. Ka punu Ademi a.s. i cili ka punu tokën, i cili ka mbjell tokën. Ka punu edhe Davud a.s. i cili ka qenë kovaç. Ka punu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili ka qenë çoban dhe tregtar, ka tregtu me mall për Hatixhen radhiyallahu anha dhe ka dalë në për tregjet e Mekës dhe Medinës për me bë tregti. Gjithë pejgamberët kanë punu, por kur nuk transmetohet se kanë lënë ndonjë shtyllë të kësaj feje hatri i punës. Këtë du mua bo me dije, dhe na yrnek dhe shembull që i kemi pejgamber du të fillojmë që t'i përvjelim kratë edhe të punojmë në suazat të dispozimeve dhe punëve që i kemi në dispozicion. Dhe asnjëherë nuk banë mu krahasu me sistemet e huja dhe shkaku i krahasimit të ullë talon punën e të mbështetemi në zgatjen e dorës. Besimtarët si ka hije me zgatë dorën, por dhe njeri banë vaki, këtë na kemi qartë, për këtë shkak shqyqyre dhe që janë fukarat, që na kemi ku me dhonë zëqatin dhe sadakan. Po të mos kishin qenë fukarat, ku do t'i kishmi dhonë në zëqatin? Ku do t'a kishmi dhonë zëqatin? Qka me ndoni jo? Që i kemi farz me dhonë. Por ajo vjen pasi që njeri i merë se bebet e jo me ndet kom kryq e zotnia mos me pranu që me punu për 200 apo 300 euro. Themi përvecimi punës. Njeri kur t'hin t'a punon një punë duhet me përvecu atë punë. Jo punë të me marë ka qelen, e asni punë mës me dit me bo sakdham, e me marë në qafë një dunjo. Kudo që shkon me punu, a i banë zullum ati. Për këtë shak thot pejgamberi sallallahu inna Allahi yuhibbu idha amila al-abdu amalan an yutqinahu. Thot pejgamberi sallallahu Allahu gëzohet që kur robi kur ta punon një punë, atë punë ta përvetsoje, të bëhet ustaj asaj pune, të bëhet mjeshtri asaj pune. Që ai kur bëhet elektricist, atë punë ta ban mirë si duhet. Kur bëhet zdruktar, atë punë ta ban mirë si duhet, të jetë profesional në punën e vet. E jo punë të mimar ka çelen. Kur bëhet administrator, administratën din të udhëheq të marë në formë të mirëfillt e të drejtet që shërben njerëzve. Pra çdo kush duhet që punën ta përvetsoje, ta mësoje mirë dhe në formë të mirëfillt. Themi në vijim që punëtori duhet më ia dhon hakin e vet. Që punëtori duhet më ia dhon hakin e vet dhe mos më në përkam të drejtat punëtorit asnjëherë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Atil ajira ajrahu qabla an yajfa araqahu." Thot epja punëtorit hakin e vet para se më tha djersa e tij. Alo po ju tha djersa që të hepja hakin e vet. Paguja mundin që e ka dhonë, sa jo është djersu, është lodhë për urdhnin tënd, për dëshirën tënde dhe me çfarë të drejte javanon parën e tij, me çfarë të drejte sa jep hakin e vet, me çfarë të drejte i ndërhak, ai i cili është djersu për ty me mund, e me shpirt, e me djersë, e me lodhje, me shumë sakrifikim, ka merituar dinare ti në fund lunë me mallin e huj, lunë me djersën e ti, e cila djersë në ditën e gjykimit ka më të bo xhehenem. Po vëllezër ka më të bo xhehenem, me ja hong djersën punëtorit, ajo djersë ka më të bo xhehenem. Që fatkeqësisht me punëtorit kur bisedojmë, ballafaqohemi me një realitet të idhtë. Musliman tanaont, ama kur vjen puna te dinari jahudi, kur vjen puna te haki huj jahudi, si merak me pas me met borx dikujt. Si merak me pas mos me dhon asnjëherë dinarin dikujt në dorë. I laj me rata, i laj me vonesë, i laj me hindër hak. Tu i pas parë, tu i pas mundësit. E kryen punën sipas marrëveshjes, sipas kontratës nuk i jepet dinari vet, nuk i jepet malli vet. A çallëmi deri në tavan. Çallëmi zdurot tana të mirat, parë madhe, ama punëtorit nuk ja e hakin e vet. Punon punëtori çdo herë 2 muaj është minus. Kur e pyet gazën pse thot punëtorin kur mos e mojnë plus. Çdo herë më minus që mos më të hik, me pas tin kontroll. Kjo është mësimi i shejtanit iblisi ka kënu veç dikujt. Besimtari nuk bën kështu që dikujt ka han hakin e vet me të padrejtë. E drejtë e tij që me lën punën kur dote. Për këtë shak Shuaibi alayhis salam i tha Musa alayhis salam, "Wala uridu an ashqa alayk." I tha Musa, nuk po du me të ngarku, si duhesh ti pranoj këtë punë kështu si thash. Për këtë shak bia e Shuaibit alayhis salam i tha babës së vet për Musa alayhis salam, "Fa inna khayra man istajartahu al-qawi al-amin." Tha bab, me të vërteta punëtorin më të mirë që ka mundësi me marr ti është ai i cili është i fortë edhe emin, besnik. Dhe këtu vjen shprehje besnikëria e punëtorëve, që është në pyetje çka ka shqip zotnis, ka shqip pronarit të vet. Që punën ta ban me forcë,
me drejtësi, me emanet, kudo që gjendet ai, el emin edhe tjetë besnik, që të mos s'ja han hakin punëdhënësit të vet. Jo ai kur del prej punës me elon punën salamadi dhe kur kush mos mu kujdes për shitorën, dyqanin apo punën. Asnjëherë, kjo është padrejtësi, është haksëzlik për pronarin i cili e don prej gojës së vet për me ta dhënë ti rrogën. Ai fiton, s'fiton, ka qarë, s'ka qarë, ai në fund të rrogës ti ta jep rrogën tënde. Ai humb, ama ti çdo herë fiton. Kemi edhe kësi gjendje o vëllezër që nuk ka emanet dhe nuk kemi emanet në përpunët e tona. E merë zdruktarin, zdruktarin e ban me hile. E merë artarin, e len punëtori, ja vedh arin gazdës së vetë, ko është mas leti me vedh. E merë dyqan gjinë, shetë në dyqan, punëtori huj, ja vjedh malin, ja vjedh parën. Ajë del prej dyqanit, ndoshta dikush nuk vjedh, ama nuk ja jep hakin shitorës së ti, nuk ja jep hakin punës së ti. Qka shrinjë, del gazda prej dyqanit, salamadi, askush se ka gajlen për kur gjonë. Mendon se nëse nuk kapin kamerat e pronarit tënd, mendon se Rabbul Alemini nuk është të pa? A mendon se djali jat nesër ka më boj hajrit? A ti ka me ta bo beter në shtëpinë tënde? A ti nesër ka me ta bo alo ma zi, alo ma ketë si sa kjo? Na du t'jemi transparent, që çdo kush punës së vet ja jep hakin e vet, që askund mos me bo pa drejtësi. Vallahi, vallahi. Thumë me vallahi, në çfarë do sfere që t'him dhe të flasim për punën dhe punëtorin dhe punëdhënësin, do të ballafaqojmë me një realitet të eft që na mahnitemi. Rallë pak shitblerit e tona, rallë pak punëtorët e tonë ku shkojnë me punu dikon, e mos kese, mos marrëveshje, mos kese këtë shkuptime. A dini pse? Shkaku i hileve, shkaku i dallavereve, shkaku i rejnave, shkaku i se asaj ka humbën emaneti, ka humbë badaleti, ka humbë drejtësia. Dhe punëtorit askush nuk ka të drejtë me i bo zullum. Thot Allahu Azza wa Jalla në hadithin kutsi, ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalemu. Oj robërit e mi, thot unë vetës, thot Allah, unë vetës sot ja kom ndalu zullumin, mos i bëjni zullum njëri tjetrit. Zullum do të përmendmi këtu dy aspekte. E para, që i jepet puna njerit jo kompetent. Dhe këtu përmendi, sidomos situatën tonë që i kemi shoqërore, që punëson njerëzit me rishvet, që punëson njerëzit pa shkollë, që punëson njerëzit pa din, pa emanet, që punëson njerëzit në vija partijake, që nuk shiret njeriu kompetent i cili me adhon punën kompetent. Punësot njeriu mjeku me shkollë të mesme e lidh pa punë ai cili është edhe magjistër, edhe specializant, sepse ki po di kam mbledh mirë vota. Po amaj, ki popullin tënd ka me ta çutë vorët, sepse ai nuk është mjek. Keni thonë, ju populli, për me pleqve kam dëgju, gjysë hoxhe qonë në xhenem, e gjysë mjeku qonë të vorët, mitë. Kjo është realitet, fjale urë, topi se lunë. Gjysë hoxhe qonë në xhenem, sepse gjithë se në qka ta vetë, është s'ka lidhje, sa e vetë s'ka lidhje. S'ka lidhje, këtë dinin e banë s'ka lidhje, këtë halal taj. Po edhe gjysë mjeku qonë të vorët, mitaj. I pët puna njerëzve jo kompetent. Bot njeri o minister, zëvez minister, a i portiri e din punën ma mirë saj. Roja e din punën ma mirë saj, sepse është bundu njeri jo kompetent. Edhe e të shetë për dy banka se s'di qka banaj. Pa dëshiren e vetë do shtë të banë zullum, ama banë zullum, a i banë zullum. Sepse zullumi ma i madh është bot, sepse është ti njeri jo kompetent, i cili s'ka lidhje me atë sferë, me atë lëmi. Zullumi i dytë është largimi dhe përjashtimi i punëtorit për interesa private. E qëtë njonin prej punë për me marrë rishvet, e qëtë njonin prej punës sepse qenë ka i finan partijës, apo nuk qenë ka i kësaj partije. O vlezër, këtë të ndodhin nga muslimant e tonë, nga vlezërit e tonë. Nuk jam të folë për ato tjerë, i dim më ata. Ama na me zveti këshu njëni tjetrit me abo, vallahi, thumë me vallahi s'na ka hije. Vallahi s'na ka hije, si ka mundësi me nëzirë një vla tondin prej punës, me largu, me amar kafshatën e bukës prej done, pse aj nuk shek ati për qefin. Për deri sa e ban punën e vetë me sinceritet, për deri sa e din me punu punën e vetë, pse po i largon? Pse me largu? Aj nuk ban zullum, nuk ban padresi, nuk është i ati apo i këti, lenën e të punon njeriun, pse po i largon? Banu i zoti, banu bur, këtu është puna se si jemi bur, as jemi të zotit, shtin tjerë ti më punë. Ama ti të tojnë, qekaj ma punë. Po, vllazni, qëto është këtë problemi, se në hesab të punëtorit në kallëzojmë burnin tonë e nuk i kallëzojmë ati ku duhet. O vëllezër, kemi frikë Allahun nga haki i punëtorit. Që japni punëtorit hakin e vetë. Punëtor të kemë frikë dhe punën e vetë ta kryjnë me sinceritet
dhe me përgjegjësi kundrejt gazdallarëve të vet, pronarëve të vet. Dhe të mundon dinarin që e çojnë shtëpitë vetë ata çojnë halal. Vallahi, interesi jonë është që gjithë na dinarin ta fitojmë halal. Edhe punëtori, edhe punëdhënësi, edhe punëtori, edhe zotnia, që gjithë na dinarin ta fitojmë halal. Sepse kur ta fitojmë dinarin halal, vallahi, do të kemi pasardhës më të mirë, të cilët kanë me na nderu dhe kanë me na respektu më tepër e më tepër. Do të kemi prijes më të mirë, më të sinqert, më të drejtë, më të aftë, të cilët kanë me kry punën e vet me dinjitet kudo që gjenden ata. Lusë Allahun Azza wa Jall të gjithëve të na shtoj khairin, të jap mirësitë e dunjos dhe ahiretit, të shtoj të sinqertë, të shtoj të devotshmit, të na bën nga ata që janë të drejtë e të mirë kudo që gjenden. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.